Njeriu që e turpëroi ambasadorin dhe sigurimin e famshëm sekret britanik ishte një mashtrues nga Prishtina, i cili ishte shpërngulur për të jetuar në Ankara. Ai hyri në histori si spiuni më i suksesshëm gjatë luftës së dytë botërore. Ciceron, shërbëtori personal i ambasadorit britanik në Ankara, është karakterizuar si personi që krijoi operacionin më të suksesshëm të spionimit gjatë luftës së dytë botërore. Ciceroni, që ishte emri i koduar Ilias Baznës, një shqiptar i lindur në 1904 në Prishtinë, ka furnizuar gjermanët me një mori sekretesh. Sikur gjermanët kishin marrë seriozisht dokumentin dhe e furnizuar, operacioni Overlord do të rezultonte ndryshe. Me siguri ndryshe do të ishte dhe rrjedha dhe përfundimi i luftës së dytë botërore. Pas përfundimit të luftës, kjo ngjarje pati një honë të madhe, por nuk përfundoi me turpërime të mëdha diplomatike për Britaninë dhe nuk u shqiptuan sanksione apo dënime të rënda për askënd. Ngjarja u shpalos në tregimin e atasheut ushtarak Ludwig Moyzisch, i cili nga ambasada gjermane u mor me dokumenta sekrete. Moyzisch menjëherë pas luftës botoi librin Operation Ciceron e menjëherë pas këtij libri u lajmërua vetë Ciceron dhe botoi variantin e tregimit të vetë të librit I Was Ciceron. Nuk vënoi shumë dhe u xhirua dhe filmi me këtë tematik, që pati një jehonë të madhe. Filmi 5 gishtat u xhirua në 1952, ku rolin e Ciceronit e luajti aktori shumë i njohur James Mason. Deri para pak kohësh kjo ngjarje u përfol duke u bazuar në këto dy botime dhe në filmin që pati shikueshmëri të madhe. Por një pyetje që bëhet shpesh ishte sa janë të vërteta këto tregime dhe cila ishte prapaskena e kësaj ngjarje. Asnjëherë nuk është ditur qëndrimi zyrtar britanik, pasi një çështje sigurisë të madhe në Britani nuk komentohet zyrtarisht. Tani pas bërjes publike të shumë dokumentave, kjo punë gjendet tërësisht dhe është bërë e qartë. Dosjeve të operacionit Ciceron ju është hequr embargoja shumë vjeçare, janë hapur një mori dosjesh nga MI5, MI6, Arkiv Nacional, Ministria e Brendshme dhe ajo jashtme britanike. Brenda këtyre dosjeve që u mbajtën sekrete për shumë kohë, ekzistojnë dhe dosje gjermane që janë arkivuar për këtë rast në Berlin. Aty gjenden dhe shënimet e përkthyera në gjermanisht që kanë të bëjnë me rastin në fjalë.